Përshëndetje me që dashur. Video radhës shkon me Beratovicin. Beratovicin sepse e demanton gazetari jeton sopa edhe Ermal Panduri ja qëtë të gjitha të zezat që i ka bo Leposavić Mitrovicën Veriore. Sepse thëjke unë s'kom bo biznes, unë s'kom bo me shkije, s'kom bo këta, kur kë i ka pas firmen, investi, ka pas me shkijet, do me thonë bashk, 5-6 shkije, po shkojmë të ndëgjojmë video miq edhe të diskutojmë së bashku, se unë nuk i njeh ata asnjë. Shkojnë miq. Ai thot po prun atje. Dëshmoje o piece of cake. Për Albin Kurdo. Kom prun atje. Kur ka qenë një dëshirë me investu në pjesën veriore. Po besoj që në njësë jënë konë paret mija, ato i ka investu buja dhe akone, jënë konë dikon një 3-4 milion euro sa investime këgjatë rasta, në regull është edhe unë si naiv, ashtë që po i edhe unë s'kisha shtu. Ama krenë që të fjallë, në fund videos, kome demantu gazetari. Veç shkojna mi të dëgjojmë ju lutem. Si shimë të mija, po më nejtë. Edhe ma ne ishin konë dhe serë, beta serë në fakt si kësha pas ditë me e që ishtë në konë lektua e po tjirë dikush me investu 4 milion? Ku që ishte ka? Kush është ta që të ka besu? Të adisojnë 4 milion. Veç mi numru lodhësh. Së jemi bo. Shkojnë e miq? Po edhe me pas ditë në është të kësha thonë Ani, se s'kisha në informat që ata janë far kriminell që në i thënë. Si të qofë, po shkije pa vërë. aktualisht ka hu paret buja akoni, që i kanë pasët, je. A i thët po. Tash. Vonko Vasiljević ka marrë gur. Ermal Panduri. Që që shpënuj, kulëzinet keq kënë. Ka publikuar një raport ku prek pikërisht raportin mes kompanisë Arena Invest dhe Zvonko Vasiljevićit. Lidhur me këtë kompania Arena Invest, ku dikur ishit edhe ju aksionar të Arena Invest, apo? Po ndimje të thënë, po ju se qarku është raporti, ju kur ka marrë raporti i Pirnit i përdor do kamiona që ju shfrytzu për me bajt material, ju me bajt asfalt. Raporti i asfalt. Se kom lezu Pirnit, po patricisht ma përmenin e mëson që ju më konë pjesë aty. Në qëtë raport, thuhet se është marrë tender për furnizimet 80.000 ton material për asfalt në projektin autostradës Kosovës në vlerë prej 8 milion euro. Po, raporti është ngëm. Po deri që të nuk ka asnjë të lashe. A përse çfarë domi ka bo miq të dashur? Ky far kriminali. Ky far majmuni. Se ky tonar veç gazetar nuk është, s'mund të kon gazetar kë. Me bashkëpunu me shkije. Unë kanë thirë, s'kom besu që i bohën kriminela, s'kom besu që janë kriminela. Vjedhe materialin e Kosovës, shqitja Kosovës. Po këta i mësu, sepse i mësu për këtimi tjerve. Shqitore Kosovës. Komplikut ku Ben ka zbulusen në emër të Arena Investit, në fakt, material për autostradën ishte duke transportu Zvonko Vasiljević, gur në emër të Arena Invest dhe te Betëllenka. Pra, Arena Investi i ka qenë te Betëllenka gur. Mati ky kurtus po transporton të gur dhe në kohën e barikadave në asaj kohë. Ku mund të kalonin veç kamionat e Zvonkos. Asë një kamion tjetër, Zvonko Vasiljević ka marrë gur. Tash me të dashur vjen gazetari tjetër që e palon me dokumenta. Me emën, me mbiemën, me letëriftim Berat Bozhalës. Nuk ka ku shkon s'ka që a thot se ka demantu. Unë nuk e di që fa ftyre ka kë me dalë me fol. Po shkojna me që lutën. Dhe servis. Ditët e fundit jam duke marrë me një një volumtuse për disa biznese kriminale të cilat kanë operuar në veri gjatë viteve të kaluara. Dhe për këtë kanë nxjerrur dokumente nga Agjencioni i Regjistrimit të Bizneseve të Republikës Kosovës. Për kuriozitet i kanë nxjerrë dokumentet edhe të kompanisë Arena Invest, që qenë pronar edhe gazetari i famshëm Berat Bozhala. Tu pra ndodhëm. Berat, që kemi thonë tash?
Berat Buzhala me emrin mbi emrin. Po prit tash këtë fotografin me lezën e ftim, ha? Tek kurthyesi, i cili dikur ka operuar në këtë pjesë në të cilin Berat Buzhala ka qenë bashkëpunëtor me Hakan Ismailin, Bujar Musën dhe disa serb të tjerë. Shkoj pra edhe e shohim brenda këtij objekti se çfarë kemi. A ka marrë me po? Si është? Beratovic, që rëzyrë ku ke po? E thot ka marrë me po? Tu pra ka I kam edhe dokumentet. Qëre me dokumentat? Qëre, opa, kjo pra është Arena Investi. Qëre ku janë këta pronor, personat Aleksandr Mihajlović, Fatih Demiri, Fanduej dhe Ikena Hakan Ismaili, Bujar Musa, Fatih Demiri, Faris, Stojan Mihajlović, Aleksandr Mihajlović, Berat Buzhala, Qëre Berat Buzhala? e të tjerë. Qëre Berat? Patriotin, Qëre shkrimin? dhe në shkrimin këtu. Bravo, Buzhala, qëre. Aleksandr Mihajlović, Stojan Mihajlović, që I kanë thonë si të zhejë. Berat, a e kono sekund? Këtu pra një dosje e tonë, Ha? Se me postu të në vijë postu? Të vere që e kanë thonë këta në të kalume, me këta kurtës. Qa thamë fillim? Letres, Gjoje, piece of... arena@ipco.net. Qëre. Këtë me dokumentat të ka gjithë. Këtë. Si marrëvesh edhe Qirilice janë shkruar. Në Buskigane, sopi se e mërdesh Berati. Berati është doktor për Qirilice. Berati është për shpijës. Që janë orë punë, fysi. Që dikur, nga ky kurthes, Që? kanë orë kamionat e Zvonko Vesenovicit, pej Serbijës, janë ngarku këtu, edhe kanë qu asfalt, që e kanë shtru autostradën Ibrahim Rugova, Qëre pa nësh? rrugën e Komit. Kamion të Serbis, shkjit të Serbis, me Beratovicin, me që të farartoni që di kush është, Hajde që minalë. Minar kanë marrë gurë në Kosovë, edhe i kanë shqitë Kosovë prapë, vete dhengës. E, kush e ka vëtë përsi? Beratovici? Beratit dhe partnerëve tina biznesor serb e shqiptar, ku kamionet e terroristit Zvonko Veselinović vinin nga Serbia dhe mbusheshin këtu me materiale dhe dërgonin Por që ta koqit ke Berati, jo, zguzojnë me himën atona, zguzojnë me dollë, edhe i Batanovici. Jo s'ka me ndalë Mitrovic, më është se javë kanal bizniset. Që kjo, se këta e kanë bot domë shumë Kosovës, mirë të dashër. Këta e kanë sakatu Kosovën, për mas luftë e kënena. Ta shti logaritë, Berat Laposhi, Berat Buzhala, Berat krimineli, Berat shkohë, me bo biznis me ta, me dëmtu Kosovën, edhe dherë këtu, laba për kryeministrin, për presidenten, për popullin e Kosovës. Kur s'ka prokurori, qështu është? Qa me thonë dërësan? Se kërkush nuk o marrë me këtë punë. Të paktën, unë nuk e di. Nashta dhe marrë, po të paktën unë nuk e di. Se më pas marrë dikush me këtë punë, hala du me konë burke, që e ka po Kosovës. Kjo edhe shumë tjerë. Mirë po, unë besoj që ata kanë hongër bashku, edhe për çka I marrë pyetje, që më s'ka problem. Knej hin, knej del. Kur rafshëm ose vrafshëm. Nëse dashër, kjo ishte video për sot, Zoti rujt, opozit, mirë pafshet vite radhës. Ama opozit, like share.